Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Me lejnë Allah, pasi që folëm për rrugtimin e besimtarit, rrugtimi i cili është prej momentit që ndron jetë deri te varrimi i tij, pastaj folëm edhe për rrugtimin e gjunaqarit musliman. Sot me lejnë Allah do të flas për rrugtimin e jo besimtarit. Normalisht që kjo rrugtim dallon në krahasim me rrugtimet e tjera për shkak besimit, për shkak bindjes që ka pas personi. Ky person e ka rrugtimin më ndryshe. Kalon nëpërmjet 12 gjengjeve, jo sikurse besimtari nëpërmjet 16, po normalisht dallon edhe natyra e rrugtimit. Për shkak se është rrugtim i vështirë, i rënd, rrugtim me dënim me ndëshkim prej anës Allahut azhajal. Si do të jetë rrugtimi i tij do ta shohim me lenin Allahut. Tani nëpërmjet atyre 12 gjengjeve që i kanë përmend dietarët. E para është përfundimi i keq. Besimtari e përmendëm që përfundimin e tij e ka të mirë. Përfundimi i mirë nuk kupton përfundim që Allahu xhallahu është i kënaqur me atë vepër që ka qenë duke e punuar robi në momentet e fundit. Kurse përfundimi i keq është përfundim që robi e vepron një gjuna, ose një mëkat, ose një vepër që Allahu xhallahu është i zemruar me atë vepër. Edhe ashtu ndron jetë. Qoftë alkool, qoftë bigjoz, qoftë drog, qoftë diçka që Allahu xhallahu është i zemruar me atë vepër. Personi i cili vdes duke e vepru atë vepër, aludon që është prej përfundimit keq dhe normalisht që kemi frikë për të se si ka shku te Allahu xhallahu. Ne nuk themi që është prej banorëve të xhenemit, po themi që është personi i cili ka frikë se ndoshta mund të jetë prej tyre. Normalisht jam duke fol për muslimanin, kurse për të jo besimtarin nuk ka diskutim. Normalisht te jo besimtari, nëse ka vdek me kufër, atëherë ai është jo besimtar dhe vendi i tij do të jetë xhenemi përgjithmonë. E përfundimi i keq është një prej shenjave që e përshkruan jetën e jo besimtarit në tërësi. Ashtu si ka jetu, ashtu ka ndruar jetë. Ashtu si ka ndruar jetë, ashtu do rinjallet ditën e kiametit. Allah Azza thot: "Faman adhlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadhaba bi ayati." Kush është më mizor se sa ai i cili shpiv për Allahun, shpiv gënjeshtra, trillon gënjeshtra për Allahun dhe po ashtu i mohon, i përgënjeshtron argumentet e tij. Ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab. Atyre i shkruan hiset e tyre në libër, do thot veprat e tyre. Hatta idha ja'atuhum rusuluna yatawafawnahum, derisa kur vin melekët edhe u marrin shpirtin atyre. Qalu ayna ma kuntum tad'un min dunillah. Edhe u thon atyre ku janë ata zotat tuaj që ju i kishit më herët. Qalu dhallu anna, ata do të përgjigjen edhe do të thonë që ata na kanë braktis, nuk i kemi. Edhe thot Allah në fund e përfundon wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ata do të dëshmojnë për veten e tyre se nuk kanë qenë besimtar. Vet dëshmojnë për veten e tyre. Kjo ndodh para se Allahu t'u marrë shpirtin atyre. Ata vet dëshmojnë për veten e tyre se nuk kanë qenë besimtar. Pejgamberi sa më thot: "Amma ahlu saadati fayuyassiruna li amali saade." Banorët e xhennetit hecin, veprojnë vepra banorëve të xhennetit. Edhe ashtu është përfundimi i tyre. Kurse thot: "Wa amma ahlu shaqawati fayuyassiruna li amali shaqawa." Kurse banorët e xhenemit vazhdojnë edhe punojnë vepra që janë banorëve të xhenemit. Dhe ashtu do të jetë edhe përfundimi i tyre. Kjo është gjendja e parë. Gjendja e dytë, ata urrejnë që dalë shpirti i tyre në atë moment. Për shkak se e din shumë mirë se si do të jetë përfundimi i tyre. Prandaj edhe e urrejnë takimin me Allahun. Me takimin me Allahun. Edhe Allahu e urren takimin me ta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith kutsi që Allahu xhel i thot shpirtit: "Ukhruji", i thot dil. Qalet la akhruju illa kariha. Shpirti thot unë nuk dal, përveç se me pa dëshirën time. Do thot që nuk del me dëshirë. Nuk del me vetë dëshirë, për shkak se e di, edhe pse realisht nuk ka mundësi për mos me dalë, sepse urdhri i Allahut, shpirti është krijesa e Allahut, nuk ka mundësi me refuzu urdhrin e Allahut. Mirë po,
Qëllimi është që nuk do me dal për shkak se e di se do të vijë dënimi i Allahut, edhe dënimi i rënd. Edhe thot Allah Azza ukhruji wa in karihti. Dil, edhe nëse ti nuk dëshiron, dil pa tjetër e ke për me dal. Me një hadith tjetër pejgamberi se më tha, wa innal kafira idha hudira bushira bi adhabillahi wa uqubati. Momentin që i vjen vdekja jo besimtarit, ai paralajmërohet me dënimin e Allahut dhe me dëshimin e tij. Ai e di. Ai vetë dëshmon për veten e tij se ka jetuar si jo besimtar. Dhe në ato momente përgëzohet për dënimin dhe ndëshimin e Allahut që do t'i vijë më vonë. Felejse shay'un aqrahu ilayhi mimma amamahu. Edhe nuk ka gjë që e urren para ti se sa takimi me Allahun. Thot keriha liqa Allah, thot e urren takimin me Allahun, wa keriha Allahu liqa'ahu. Edhe Allahu e urren takimin me te. Normalisht që është përfundim i rënd, përfundim i keq. Ai e di, krahasim me besimtarin i cili në ato momente përgëzohet me xhenetin e Allahut, edhe me nxit prat që t'ia japë shpirtin Allahut azza wa jall. Sepse e di që vetëm një mënyrë për me taku Allahun është vdekja e tij. Krahasim me jo besimtarin i cili nuk e dëshiron vdekjen, për shkak se e di se pas asaj do të vijë ndëshkimi i Allahut dhe nuk ka kthim, që është më e keqja edhe më e rënda. Gjendja e tretë është agonia e vdekjes së tij dhe mënyra e ndëshkimit që ndëshkojnë melekt e Allahut azza wa jall jo besimtarin kur ja marrin shpirtin atij. Allah azza wa jall thot: "Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusahum." Sikur të i shehje ti jo besimtart, në momentin kur melekët vinë edhe u amoni shpirtin atyre, pamje trishtueshme, pamje rënd, momentin kur i shohin melaqet Allahut, ata më e dinë që përfundimi ka ardhur, nuk ka më kthim. Thot Allahu që melekët u thonë atyre, shpëtojeni tash veten tuaj sikur se thoshin ndonjë, se ne ka mundsi për me shpëtu. Shpëtojeni tash. El yawma tuzawna adhab al-huni bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq. Sot keni me marr dënimin poshtrues për trillimet e juaja që i thoshin ndonjë kundër Allahut, me të padrejt, wa kuntum an ayati tastakbirun. Edhe ju u paraqitet kryeneç kundrejt argumenteve dhe shenjave të Allahut azza wa jall. Po ashtu Allah me një ajet tjetër thot: "Fa kayfa idha tawafathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Ta shikoj tha si është gjendja e tyre. Melekët kur u marrin atyre shpirtin, në ato momente, dhe thot melekët i marrin edhe i rrahin ka ftyrat edhe ka shpina e tyre. U marrin shpirtin, i rrahin ka ftyrat dhe ka shpina e tyre. Normalisht që për neve kjo është e padushme. Po realisht ajo ndodh, ata e përjetojnë dënimin e Allahut edhe pse ne nuk e shohim, se sikur ta kishim po, atëherë nuk kishte me pas jo besimtar këtë dunjë. Sepse gjithë kishin me pas çfarë dënimi të madh. E hikmet Allahut azza wa jall e fshehi prej neve me qëllim që dalen pa kush beson edhe kush nuk beson prej neve. Pejgamberi sa më tha: "Nafsul kafiri takhruju min shitqihi kama takhruju nafsul himar." Shpirti jo besimtarit del nga nofulla e tij. Nofulla e tij qëllimi është këtu, nga skaji i fytyrës së tij. Thon dietar për mbrenda këtu. Kjo pjesa këtu, ku bashkon dy buzët, në fund qosh, skaj. Prej këtu, kjo është pjesë e ngjeshme shumë, dhem shumë. Edhe normalisht që kur del prej këtu, ai e përjeton me vështirësi daljen e shpirtit, rën, tepër rën, thot sikur se del shpirti i gomorit. Shpirti i gomorit e kanë përshkruar dietar, kanë thonë që është me vështirësi, as do thot në formën që ndodh befas. Formën që ndodh befas, do thot është forma kur njeriu vdes, do thot befasisht. Ne përmendëm që pejgamberi për besimtarin tha që vdekja befas është rahati. Vdekja befas për besimtarin është rahati. Për shkak se ai nuk e përjeton agoninë e vdekjes. Agonia e vdekjes është shumë e rëndë. E normalisht ato momente në fund për mi përjetu nuk janë të lehta. Nëse ndodh që besimtari ndron jetë befas, për të është rahati. E ka kalu një gjendje të rëndë vështirë, Allahu ja ka dashur të mirën, ka kalu me një gjendje tjetër krejtësisht, ku me laqët vini ja marrin shpirtin edhe përgëzojnë me xhenetin e Allahut. Kurse te jo besimtari është e kundërta. Te jo besimtari paraqitet dënimi, zemrimi i Allahut azza wa jall kundrejt tij dhe keqardhja e tij, sepse nuk ka pas mundësi që të pendohet, ti kthehet Allahut azza wa jall. Prandaj tha pejgamberi se me një hadith kur e pyeti Aisha për vdekjen befas, tha akhdhatu asafin lil fajiri. Tha vdekje e cila është me zemrim
prej anës Allahut për atë i cili është gjunaçar apo për jo besimtarin. Pse? Për shkak se nuk ka pas mundësi asesi që të pendohet momentin e fundit. Ai ka shpresu, ka bë gjunohe edhe ka thonë ndoshta Allah më mundson para se më ndroj jetë më pendu, po vdekja se ka pyet fare. Allah subhanahu ka marrë shpirtin atij. Për besimtarin është rati, për jo besimtarin është keqardhje edhe shfaqet zemrimi i Allahut për atë jo besimtar ose gjunaçar i cili ka qenë prej muslimanëve, po gjunaçar i madh. Gjendja e katërt është momenti i daljes së shpirtit të tij. Pejgamberi sa më thot innal abdel kafir idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Jo besimtari kur i vjen momenti për me dhon shpirtin e tij. Dash duke i dalë shpirti dash nis për në ahiret. Thotë nezele ilehi min as-sama'i malaikatun sudul wujuh. Zbresim prej qiellit melek me pamje të zezë, trishtuese. Ma humul musuh, me vete kanë pëlhur, qefina të zi, qefina të xhenemi. Fa yajlisuna minhum madda al-basari. Ulen pran tij, pra melekt që kanë ardhur, mi ndihmu melekut kryesor, melekut vdekjes. Ulen pak më larg. E thot thumme yajiju melekul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Vjen meleku i vdekjes edhe qëndron pran kokës së tij. Fejekul ejetuha nefsul khabitha. I thot, o ti shpirt i keq, ti shpirt i fliqur, u khuruji ila sakhatin min Allahi wa ghadabin. Dil për në hidhrimin edhe zemrimin e Allahut azza wa jall. Edhe tha, kale fe tufarrakum fi jasadi, shpirti nga friga e madhe shpërndahet në për trup. Tha fe yantaziha tataqata maha al-uruq wal asab. Edhe atëra meleku e merr. Janë gjetë edhe shkull. Derisa kur e shkull, i shkullën venat e tij, damarët e tij edhe nervat e tij. Tha kema yuntazau as-sufudu min as-sufil mablul. Ashtu sikur se hiqet mosha. Nëse merr një mosh, një hekur e cila pjesën e përparme e ka, mojën e ka do thot mpret, e fu do thot me një vend ku është lesh i lagër, është problem për me tërheq. Problem për me ngre. Për shkak se lesh i lagër zakonisht e shtrëngon edhe nuk del. Do thot e tërheq edhe kur dalë shpirti i tij del me vështirësi. Krahasoj besimtarin. Besimtari e përmendëm ligjëratën para dy ligjëratave kur folëm, tham që për besimtarin është shumë e lehtë, del shumë lehtë, shumë thjesht. E krahasimi jo besimtarin që del shumë vështirë. Thot fe ya'khudhuha edhe e merr wa yakhruju minha ka'an rihin jifatin wujidat ala wajhi al-ard. Kur del prej trupit del me erën më të keqe, një coftine që mund me ekzistu në rrugën e toksor. Aq erë keqe prej trupit atij. Aq erë flisht. Coftina nëse e merr një coftin në rruzullin toksor, që i vjen era më e keqe, prej tij do dalë ajo erë. Krahasim me besimtarin ku prej tij, prej shpirtit të tij del era parfum, era misk. Gjendja e pestë, ngritja e shpirtit të tij për në qiell me qëllim që të poshtrohet për buzët. Pejgamberi sa më tha, fe yasaduna biha, e marrin me lekt, nuk e marrin dorë, realisht gjatë, sa qel e mshel sytë, ose sa për pëlliqja e syrit, e marrin dhe e ngrisin lartë. Thot, fela yamurruna biha ala malin min al-malaika, çdo herë kur kalojnë pra një grumbull me lekve në qiellin e dunjos, illa qalu ma hadha ruhul khabith. Tha, vetëm se thonë, çfarë është me këtë shpirt, i cili është shpirt i fliqur, fe yekuluna fulan ibn fulan, thot filani i biri filanit, bi akbahi esma'i allati kana yusamma biha fi dunya, me emrat më të lik, më të poshtër që është emërtuar në dunjë. Tradhtar, mashtrues, vjedhës, i poshtër, zinaçar, kamaxhi, do emrat më të poshtër që e kanë njohur njerëzit. Me ato emra do thot emërtojnë me lekt. Hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya. Derisa të vihet me të në qiellin e dunjos. Në fund, fa yustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Jo kërkojnë leje me lekt që të hapen dyert e qijeve, mirë po nuk hapen për të. Krahasim me besimtarin ku hapeshin gjitha dyert deri të qiellin e shtatë te Allahu subhanahu wa taala. Për këtë nuk hapet. Mbyllet dera. Edhe atëherë pejgamberi sa më lexoi ajetin innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama
wala yadkhuluna al-jannata hatta yalja al-jamalu fi sammi al-khiyat. Pejgamberi sa më tha që Allahu xhel ka thonë kur lexoj ajetin, ata që i përgjigjësojnë argumentet e tona dhe paraqiten kryelart kundrejt tyre. Tha atyre nuk u hapen dyert e qijeve dhe ata nuk hyjnë në xhenetin e Allahut. Deri kur? Derisa devja të futet në birën e gjelporës. A ka mundsi devja të futet? Kur? Gjelpora dini sa është e vogël, sa është një deve e madhe. A ka mundsi që të ndodhe një deve të futet në birën e gjelporës? S'ka shans. Kjo është tregon do thotë forma alegorike Allahu që s'ka mundsi ai përmin xhenetin e Allahut. Kur edhe për të nuk do të hapen dyert e qijeve, thotë wa kadhalika nazil mujrimin. Ne kështu ish problem mizorët, ne kështu ish problem kriminalet. Gjendja e gjashtë, shpirti i tij pasi që nuk mundet me shku lart, atëherë hedhet prej lart, hedhet me forcë. Pejgamberi sa më tha që Allahu xhel ka thënë, fe yekulu Allahu azza wa jall, uktubu kitabahu fi sijjinin fil ardi sufla, shkruaje në librin e tij. Në sijjin është libri ku shkruan veprat e këqij ose veprat e këqija realisht për ata të këqij. Thotë shkruaje atij librin e tij sijjin në tokën e poshtme. Fetutrahu ruhuhu tarhan, edhe atëherë hidhet shpirti i tij për lart poshtë, pejgamberi sa pastaj e lexoj. Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama, ai cili ka qenë dhujtar dhe nuk ka qenë besimtar. Tha ai person sikur se të kishte ra prej qiellit lart, fetakhtafuhu at-tayr, sikur pastaj të vinë edhe ta marrin shpendët atë, au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, apo ta merr fryma e fortë, ta merr ta hedh dikun larg. Kështu do thot është gjendja e tij. Pejgamberi sa pastaj tha me një ditë tjetër, thumma yu'raju biha ila as-sama'i fela yuftahu laha. Ai ngritet në qiell, mirë po dyert e qiellve nuk hapen. Fe yuqalu men hadha, thot kush është ky? Fe yuqalu fulan, i thot fulanin. Fe yuqalu la marhaban bi nafsi al-khabith, nuk ka mirëseardhje për një shpirt i cili është i fliqur, kanat fil jasad al-khabith, ka jetu me trupi i cili është i fliqur, irji dhe mi metel, kthehu i poshtruar, fe innaha la tuftahu laka abwabu sama, sepse ty nuk të hapen asnjëherë dyert e qive, fe yursalu biha min as-sama thumma tasiru ila al-qabr. E pastaj ajo kthehet prej qielli, kthehet edhe pastaj vendoset, do thotë kthehet në varr, në varrin e tij pasi që është vendos trupi i tij në varr. Gjendja e shtatë është frika e tij prej asaj që e pret. Ai kur kthehet në varr, e di që varri është vendi vetmis, nuk e shoqëron kurkush. Edhe e di që më nuk ka kthim as familja e tij, as fëmijët e tij, as pushteti i tij, as pasuria e tij, asnjëra nuk i ban dobi. Pejgamberi sa më tha, idha ihtumilat al-janazatu wa wada'a ar-rijalu ala anaqihim. Kur të bartet xhenazja dhe burrat ta vendosin mbi supet e tyre, e bartin do thotë xhenazën për të varrat, wa in kanat ghayra salihatin qalet ya waylaha ene yadhhabuna biha. Nëse ka qenë jo besimtar, atëherë thot mirë për mu ku janë duke u ndërgu. Do thot ai e shef se nuk është vend ku ai ka shpresu, edhe nuk është vend ku ai mendon që do të përgëzohet me diçka të mirë, e di se pas asaj do të vijë diçka keq. Gjendja e tetë është vetmia e tij në varrin e tij dhe veprat e tij largohen prej tij. Pejgamberi sa më tha, wa yujlasu ar-rajulu su fi qabrihi fazi'an mash'ufan, ulet vendoset në varr jo besimtari, njeriu i keq në një gjendje të trisht, i trishtum, i friksum nga ajo që e sheh. Me një ditë tjetër pejgamberi sa më tha, wa in kana fajiran aw kafiran, nëse ka qenë i padrejt mizor ose jo besimtar, ja al-maliku wa laysa bainahu wa bainahu shay'un yuradduhu. Tha problemi është që vjen meleku. Dhe mes tij edhe mes melekut nuk ka diçka që e kthen melekun, nëse është mbyqje dënimi i Allahut. Nuk ka vepra qëllimi është. Asnjë vepër nuk e ka në krahasim me besimtarin. Që kur folëm me përmenda që namazi qëndronte koka e tij, agjërimi qëndronte ana e tij e gjatë, zakati nonën e majt, veprat e mira do thot prej sadakas, prej respektimit farefisit e kështu me radhë qëndrojnë te këmbët e tij. Kur vjen dënimi nuk ka katynje taj. As ka koka, as ka ana majt, as ka ana gjatë, do thot as poshtë, pse sepse veprat e pengojnë. Ky nuk ka kur gjë. Edhe ky kur e shef, atëre meleku vjen normalisht edhe t'ia jep dënimin Allahut, që Allah Zotë Gjell e ka angazhuar, e ka dhënë përgjegjësi t'ia japë atij.
Me një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa yatihi rajulun qabihul wajh. Varr I vjen atij një njeri me pamje të keqe, trishtuese, qabihu thiyab, me rroba të këqija, mund tinu e rri me erë të keqe. Fe e kulu ebshir billedhi jesuk, të paralajmëroj, ose të përgëzoj me atë e cila shumë e keqe. Hadha jo mu ke ledhi kun të tuat, kjo është dita jote që ti paralajmëroj ma herë shumë, edhe I vdekur I thot fe e kul, menënt, kush e ti? Fe veqhu ke el veqhu jetë gjubi shërë, ftyra jote është ftyre cila ka arë me dishat keqe, fe e kul, ene amelu ke lë khabith, unë jam vepra jote e fliqur. Unë jam vepra jote e fliqur. Krahasim me besimtarin ku I thot unë jam vepra jote e mirë, sipas disa transmetimeve I thot unë jam vepra jote e keqe. Unë nuk njoh përveç se shumë I shpejt gjunoje, kurse shumë I ngadalshëm vepra të mira në krahasim me besimtarin, ti shumë I shpejt ke qenë vepra të mira kurse shumë I ngadalshëm gjunoje. Gjendja e nënt pasi që të vendoset në varr, është sprova e tij. Ku vin dy melek edhe marrin pyetje. Pejgamberi se më tha fetuadu ruhu fi jasadihi wa yatihi malakan fayujlisanihi. Atëherë pasi që kthehet shpirti I tij në varr, kthej do thon trupin e tij, I vin dy melek edhe marrin në pyetje. Me një hadith tjetër tha pejgamberi se idha kubir el mayitu atahu al malakan aswadan arzaqan. I vin dy melek atij, të zinj të kaltër. Yuqalu li ahadihim al munkar wal akharu al nakir. Njëri I thuhet el munkar, kurse tjetrit I thuhet el nakir. Edhe atëra e pyshin tri pyetje në krahasim me besimtarin, që janë tri, po ka pasur nën pyetje të tjera që I përmendëm atëra. Këti I thonë men rabbuk. Kush është Zoti yt? Fe yekul ha la edri. Thot ha nuk e di. E pyesin pastaj ma dinuk, cila është feja jote? Fe yekulu ha la edri. Ka thon ha nuk di. E pyesin pyetjen tretë, I thon ma hadha rajul ladhi buitha fikum. Kush ka qenë njeriu I cili është dërguar te ju? Mesin tuaj. Fe yekulu ha la edri. Thot nuk e di. Do thot e shpreh habin e tij, thot se nuk di se si e ka emrin. Kuntu e kulu ma e kulu nas. Unë e thosha atë që e thoshin njerëzit, jo që e kam ditë, po kam dëgjuar që e kanë përmendur me emrin Muhammed, edhe unë e kam thonë me emrin Muhammed, e I thonë me lek fe ju kalu la derejt wala telejt. I thonë ti as nuk e ditë, e as nuk e ke lezu Kur'anin që ti me ditë. Edhe atëre jepet dënimi I cili është dënim shumë I rëndë. E atëre çfarë dënimi ka për me marrë ky person? Gjendja 10. Atëre paralajmërohet ose njëkohësisht përgëzohet me dënimin e përgjigjeve ti që ai ka dhënë. Pejgamberi se më tha, fejunadi munadi min as-sama, atëre thirr një thirrës prej qiellit. En kedhebe, gënjeu robi im, se ky e ka ditë edhe e di shumë mirë se kush është pejgamberi Allahut azza wa xal, dhe e di shumë mirë se njerëzit çfarë kanë thonë për këtë njeri, dhe e dinë edhe fen, edhe Zotin gjithë I din gjitha, po e ka mohu, por shkak se zonin e ka dëgju, nuk ka pas problem. Mirë po nuk ja është përgjigj, e ka ditë, edhe sikur se dikut kishte jetu, e ka ditë shumë mirë se ata çfarë po thonë, se Allah Zotë nuk ja merr shpirtin dikujt pa I çu argument, se cilit I vjen ky argument. E thot gënjeu atëherë, thot frishuhu minë nar, atëherë shtrojani shtratin prezon me xhenimin varr. Walbisuhu minë nar, edhe visheni me veshjet e rrobave banorëve të xhenimit, waftahu lahu baban ila nar, dhe hapjani një derë e cila është derë që shihet xhenemi, fejetihi min harriha wa samumiha, e atëri vjen ati nga vapa e xhenimit dhe nga nxehtësia e tij. Fejufraju lahu qibla al-janna. Me hadith tjetër thot pejgamberi sa I hapet një derë ka xheneti I Allahut. Fejenduru ila zahratiha wa ma fiha. Edhe shikon bukurinë e xhennetit, e sheh me sytë e tij. Fejuqalu lahu undur ila ma sarafa Allahu ank. Shiko se çfarë Allahu largoi prej teje. Kjo ka qenë për ty e përgatitur. Mirë po Allah Azza wa Jall e largoi prej teje për shkak se ti nuk e meritove këtë vend. Gjendja 11, shtrëngimi I varrit pasi që të vendoset varr, edhe fillimi I dënimit atij. Pejgamberi se më tha, wa yudayyaku alayhi kabruhu hatta takhtalifa fi adla'ahu. Atëri shtrëngon varri I tij, e shtrëngon. Secilin e shtrëngon prej neve. Ne përmendëm, nuk ka njeri I cili nuk do shtrëngon varr, edhe fëmia. Mirë po shtrëngime dallojnë normalisht. Dikë shtrëngon shumë më shumë, dikë shumë më pak.
Në këtë rast kur e shtrëngon një besimtari, brinjt e tij hynë te njëra tjetra, kështu në këtë formë, hynë, do thotë e shtrëngon shumë, thumma yuqayyidu lahu a'ma abqamu mahu mizrabatun min hadidin, thot pastaj vjen një melek. Po vjen pamjen e njeriu i cili është i verbër edhe me mec. Shumë interesant. I verbër me mec, mirë po jo i shurdhër. Pse e dëgjon dënimin atij që ja jep. I verbër nuk e shef. Me mes nuk fol. Sa do ti foli, ai dëgjon po nuk fol. Sa do ti tregoj, ai nuk sheh. Me vete e ka një çekiç që kanë të hekurit, tron. Thot leu duri be biha xhepilun lesare turaben. Sikur me ta merrshë me atë bishe do thot një mali, ai mal kishte mu bë thërmi dhe aq i fort. Thot fe yadribuhu fe yasiru turaben. Edhe meri bie, edhe atëra i bëhet dhe. Bëhet dhe, para mendoj, me një ditë qëtër me transmetim thuhet, kur i bie në kokë mes dy veshëve, çdo njëri e dëgjon bërtitmën e tij përveç njerëzve dhe gjinëve. Gjitha krijesat tjera e dëgjojnë bërtiturin e atij që e merr këtë dënim. Edhe tha pemëshëm, thumme tu adu fihi ruh, pasta i kthehet atij shpirti. I kthehet shpirti, edhe vendoset në trupin e tij. Me një ditë qëtër thot, fe yuqalu lil ardi ili taimi alehi fe teltaimu alehi. Thu tokës afro, ngushtohu, edhe toka afro ngushtohet, fe tahtalifu fiha edhe lahu, edhe marrin kur afrohet, i ngushtohen eshrat e tij derisa njëra te tjetra, fela yazalu fiha mu'adhiban hatta yab'athuhu Allahu fi mad'ajihi dhalik. Vazhdon dënohet në atë formë derisa Allah Azza wa Jall ta ringjallë ditën e Kiametit prej atij varri. Me një ditë tjetër tha pejgamberi, thumma yufraju lahu furjatan ila an-nar. Ati i hapet një derë ka xhenemi, një grop që e shef xhenemin Allahu xhel. Fe yanzuru ilayha yahthimu ba'daha ba'dan. E shef xhenemin tu kall, edhe shef që ka çdo sen brenda aty nuk lën kur gjë, e ha vetën, i ha çdo sen që ka brenda. Thot fe yuqalu lahu hadha maq'aduk. I thot ati, këtu është vendi yt. Këtu do të jetë vendi yt. Ala shakin kunte wa alayhim mitta wa alayhi tubathu insha Allah. Tha ke jetu me dyshim, nuk ke jetu si besimtar. Tha ke vdek ashtu si jo besimtar, sepse ke dyshu, edhe ashtu do të ringjallësh insha Allah. Pastaj i thot atij fe kulu, ose ai thot fe kulu, Rabbi la tuqimi sa. Kur e shef dënimin Allah thot, o Zot, mos e bën kiametin. O Zot, mos e bën kiametin, sepse me të vërtet pas asaj na kanë ka dënim shumë i madh. Edhe gjendja 12 edhe e fundit është nështrimi i tij, nështrimi i shpirtit të tij në barzakh, në jetën e varrit, në vazhdimsinë mëngjes edhe mbrëmje, dhe poshtu edhe trupi i tij e ngjen dhembjen që e ngjen shpirti i tij. Allahu xha thot an-naru yuraduna aleha guduwan wa ashiya. Thot Allah zjarri, ose ata i nështrojnë zjarmi të xhenemit, dënimit Allahut mëngjes edhe në mbrëmje. Pejgamberi sa më tha el jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithla dhalik. Tha pejgamberi sa xhenneti është më afër ju se sa lidhja e nallonëve tuaja. E njëjta është edhe për xhenemin e Allahut azza wa jalla. Dhe poshtu më një ditë tha pejgamberi, inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Do njëri për juve kundron jetë, i prezantohet, i nështrohet dënimit të Allahut në mëngjes edhe mbrëmje, qëllimi është në varr. Ne folëm për muslimanët që kanë vdekur si gjunaqar, edhe i përmendat disa prej dënimeve që i morin ata, ashtu siç i përshkruaj pejgamberi sa në gjitha ato. Dhe tha in kana min ahli an-nari fa min ahli an-nar. Nëse është për banorëve të xhenimit, atëra ai i shfaqet, atij i shfaqet xhenimi, edhe merr dënimin e banorëve të xhenimit. Tha fe yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawm al-qiyamah. Kjo është vendi yt derisa Allahu do të ringjallë ty ditën e Kiametit. E normalisht ringjallja pastaj është edhe më e vështirë, edhe pastaj fillojnë stacionet e tjera, derisa përfundon xhennet ose xhenem. Normalisht për jo besimtarët është xhenemi, kurse për tjerë besimtarët është xhenneti i Allahut azza wa jall. Këto ishin ato 12 gjendje shkurtimisht. Për sa i përket rrugtimit që besimtari se si e ka rrugtimin e tij prej momentit që i merr shpirti derisa vendoset në varrin e tij. Elos Allahu azza wa jall që Allah na ruajë nga
nga jo besimi. Lusë Allahun që Allah Azza ta largoj çdo dyshim në zemrat e tona dhe lusë Allah Azza që ta mësoj që të jetojmë si musliman, që jetojmë si besimtar të denj, besimtar të mirë, që i do Allah Azza edhe ashtu që jetojmë deri në fund, edhe të japim amanetin ashtu si besimtar. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.